kështu më e rëndësishme asaj takon dhe aspektit ekonomik. Do të flasim në mënyrë të drejtë për drejtë përfitimit që kanë qytetarët, kryesisht pensionistët, por jo vetëm. 2 ditë më parë, në fakt, është marrë samiti BE Ballkani Perëndimor, sa i takon edhe zhvillimeve të fundit në kuadër të përfitimit që Shqipëria bën të investimeve të bëra nga Bashkimi Evropian në vend. Por ku do të përfitojmë ne konkretisht, pra qytetarët, Shqipëria, por edhe gjithë Ballkani? Kam kënaqësinë të diskutoj në studio me ekspertin ekonomist, zotin Fatos Çoçoli. Përshëndetje, kënaqësi. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Është e rëndësishme shumë aspekti ekonomik, e thash që të gjithë qytetarët kanë tani më mundësinë që të bëhen pjesë e jona nëpërmjet video call dhe telefonatave për të drejtuar pyetje sa i takon pensioneve, por ne së bashku do ta nisim së pari me këtë forum të mbajtur në Tiranë. Cili është përfitimi konkret që merr Shqipëria, e thënë kështu me fjalë të thjeshta? Me fjalë shumë të thjeshta, vërtet përfitimi i parë një është që ishin përfaqësues Erman nga 150 kompani. Të gjitha kompanitë ishin shumë strategjike, të rëndësishme, ishin europiane, pra të vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian, të 27-shës. Këta nuk të vinë kot. Nuk të vinë sepse erdhi dhe Ursula von der Leyen. Të vinë se kanë interesat e tyre në rajon. Në radhë parë erdhën në Tiranë. Pra, pan Tiranën, pan ndryshimet që kanë ndodhur në kryeqytetin tonë, morën një mesazh, si thua, zemërdhënës për të rrezikuar kapitalet e tyre. Dhe kuptohet që do të vinë Tiranë, do investojnë ndoshta edhe në Shqipëri, por gjithnjë me idenë që do jetë tregtia rajonale. Pra, Shqipëria vërtet bëhet një urë lidhëse në radhë parë kryeqyteti jonë. Kështu që interesi jonë kryesor është që nëse kemi fëmijët tanë që po mbarojnë shkollën, janë të përgatitur mirë, dinë gjuhë tuaja, dhe ne dimë që shumica e të rive tanë i flasin lirshëm 2 deri në 3 gjuhë tuaja, atëherë të kenë vende pune edhe këtu tek ne. Pra jo vetëm të shikojmë fëmijët me idenë që largohuni, mos e ktheni kokën brapa, por qëndroni se do keni rroga të mira përmes këtyre vendeve të reja të punës të hapura nga kompani. Ky është përfitimi i parë drejt për drejt, gjykoj unë nga ky forum, nga kjo konferencë ndërkombëtare. E dyta ka të bëjë me imazhin e vendit. Jo më larg, po pikërisht sot që flasim, ishte një njoftim i përcjell nga mediat ekonomike të vendit që Bashkimi Evropian, Brukseli e zgjidhi prap pjesën, e kishte një zgjidhje të programuar, nuk është se u bë shumë xhumert edhe po jep tani mbare prap. Pra nuk është se u bë deti kos, por 99.3 milion euro dha për Shqipërinë. Më bëri përshtypje diferenca. 16.8 milion për Maqedoninë e Veriut dhe 14.7 milion në të njëjtën kohë ishin ato që quhen disbursime. Pjesa më e madhe këtyre parave do të shkojë për të mbështetur buxhetin e shtetit. Një pjesë e mirë për ato projektet që kemi thënë. Cili është përfitimi tjetër? U angazhuan realisht në këtë forum nga 1 janari, vitit të ardhshëm që erdhi janari. E kemi ke porta, roaming. Ti e di se sa kemi vuajtur me tarifat e kripura të roamingut, sa herë që kemi ikur për të parë të dashurit tanë në vendet e ndryshme të Bashkimit Evropian. Roamingu do jetë 0. Pra do flasësh sa të duash me motrën, vllajën, fëmin, kudo ku t'jenë, të jenë në, që të them, në Gjermani, në Spanjë, në çdo vend të Bashkimit Evropian, ti e ke një lloj tarifimin sikur po flet në Shqipëri, në qytetin tënd. Në këtë kuptim këto janë përfitime të menjëhershme që t'i dha ky forum. Të dha, si thua, ky pjesë e planit të rritjes. Për të mos folur pastaj për sepën që ti e di është bërë operative që nga 7 tetori. Kështu që unë gjykoj që për ne gjërat janë mirë. Për te çdo lloj gjë që mund të mendojë njeriu, mëse këta e kanë për show, dalin, i merr kamera, buzëqeshin, hanë një drek të mirë, shijojnë diellin e Tiranës dhe ikin prapë në Brukselin e zypt. Jo. Përfitimet janë të drejtë për drejta. Në këtë kuptim them që vetëm na mirë na ka bërë, nuk është se na ka bërë keq këto 2 ditë që ndoshta dhe në çik trafiku vuajti sepse u bllokuan disa artere qendrore të ishte e kuptueshme dhe e vlefshme për sa kohë bëhet. Mendoj se ajo vuajtje, domethënë ai shqetësim i qytetarëve tanë që janë drejtues makinash në disa pika nevralgjike të Tiranës, ia vleti sepse kishim këto përfitime. Ndërkohë, padyshim, unë e theksova edhe më herët dhe kemi numrin e telefonit afishuar në ekran për pensionistët, për të flasim edhe për këtë temë së bashku, e kam mirëkuptimin tuaj që për gjitha shqetësimet dhe problematikat që ju keni që po na ndiqni në këtë çast nga shtëpia, zoti Çoçoli mundi përgjigjet për pyetjet tuaja, për vitet e kontributet, çfarë do qoftë në lidhje me pensionin. Tani shkojmë në këtë temë. Shkojmë edhe në aspektin e përfitimit konkret financiar, por edhe tek kategoria e pensionistëve. Atëherë, e hape bukur dhe të falenderoj, madje dhe të përgëzoj për këtë nismë, sepse të sjellë shqetësimet edhe zërin e qytetarëve tanë, aq më tepër të pensionistëve, ata që janë
si thua kategoria me më pak të ardhura tek ne, është gjëja më e mirë. Dhe edhe media këtë rol ka, pra që në vëmendje të qeverisë, atyre që marrin vendime për të kategori punonjësish, njerëzish, pra të popullsisë sonë, mos harrojmë, janë gati 1/3. Normal, tani që flasim janë 721.000 baballar, nënat tonat që si thua janë në gjendjen e një pensioni jo të lartë, një pensioni jo dinjitos për ta. Kështu që sa më shpejt të rritet ky pension, aq më mirë është. Kemi disa të dhëna të para nga buxheti i shtetit që janë zemrëdhënëse edhe për ata. Nëse më lejon, të fundit para 2 ditësh kanë dalë të dhënat nga Ministria e Financave për 9 mujorin, pra nëse llogarisim buxhetin e shtetit një lloj si buxheti familjar, dhe themi që për buxhetin mujor të tetorit ja kaluan 2 javë të para të tetorit, si jemi me të ardhurat, do me sa kemi nxjerr nga rrogat apo nga një aktivitet biznesi të njerëzve të familjes, duket që jemi mirë me të ardhurat e buxhetit familjar të Shqipërisë, të quajmë kështu, buxhetit të shtetit, jemi 470 milion euro më shumë se sa që ishte planifikuar për 9 muaj, pra. Ndoshta e kapim dhe 600 milion euro brenda vitit, me këtë ritëm që po shohim. Çfarë tregon kjo? Që ca para më njanë ne i kemi dhe mirë është që në atë dhjetorin që po afrohet, dal nga dal ditë më ditë, sa më pak si thua ke dritë dielli sepse është natyra bën vetën në sezoni, aq më shumë duhet kemi dritë në atë tunel të madh që ka të bëjë me të ardhurat dhe pritshmëritë e pensionistëve tanë. Kështu që mendoj se është mirë që to 470 milion, nuk po them se do shkojnë të gjitha, sepse s'ka kuptim. Asnjë vend nuk e bën dhe do të ishte harakiri. Po një pjesë e tyre, të paktën për atë bonusin e dhjetorit që të jetë dhe ai, të paktën dinjitos siç ka qenë në dhjetorin e 2024-s. Shko, unë jam i sigur që në momentin e parë që kemi telefonatën e parë, të pyesin sa do rriten pensionet. Kjo është pyetje krejt normale që vjen ndërkohë ju bëj thirrje, më fal, vetëm një sekondë ja bëj thirrje qytetarëve, të gjithë që përndiqen në këtë çast, të mund të telefononi dhe të bëni pjesë studios për pyetjet tuaja sa i takon problematikës së pensioneve. Çoli do të flas tani, padyshim edhe rritjes ndoshta, nuk e dim. Dalemi ke rritja pensionit. Atëherë edhe një herë, rritja është shumë e vështirë për një arsye, është si mundimi i Sizifit me atë si thua kryqin që i binte vazhdimisht se i rrokulliseshin gurët nga maja e malit. Çfarë është Ermal? Është që në rast se ti do provosh ta rrisësh një dekik, pra le të themi 10% pensionin për një muaj, duhet të llogaritësh të gjesh para në buxhetin e shtetit, jo vetëm për atë 12 muaj të atij viti, po për 15 vite rresht. Pra nuk është gjë e lehtë. Por çfarë mund të bëjë qeveria me këtë gjendje të mirë të ardhurave buxhetore që ka sot? Të paktën të provoj përmes bonuseve. E ka provuar përpara, nuk është se e ka rrugë të panjohur. Edhe populli thot, i hyre njerëz rrugë, mos ju ndaj asaj. Në këtë kuptim është mirë që të paktën në mos nuk do të ketë ndonjë rritje të fortë të pensioneve muaj për muaj, ai bonusi të vi dhe të vi dinjitos në dhjetor. Erdhi dhjetori. Po, ndërkohë është një periudhë relativisht e shkurtër. Është një format për të ruajtur traditën e kontributit që u jepet pensionistëve, se vitin e kaluar ju e prekën në fakt, po tani më do na duhet të bëhet e përvitshme, se mësohemi. Atëherë, ke shumë të drejtë, pritshmëria është aty. Në të kujtohet pritshmëria ishte e madhe edhe për indeksimin. E vërtet. Sepse një vit, që ishte një vit që qelloi me inflacion shumë të lartë, që ishte viti 2023, patëm 2 indeksime, qeveria provoi të ndihmoj pensionistët 2 herë, që ishte diçka jo e zakonshme, njëherë në prill dhe njëherë në tetor, që ishte 2023. Kështu që edhe pensionistët menduan se do ketë prap 2 indeksime shtemi të pensioneve. Në fakt indeksimi e din dhe vetë pensionistët nuk është rritje reale, është thjesht një skud mbrojtës me ligj, nuk ka si me rrit qeveria në këtë mes, që bëhet për nivelin e inflacionit, për rritjen e mesatare të çmimeve në treg. Rritja reale ndodh në 2 mënyra. Ose ta kesh me rritje çdo muaj, që është ajo rritje që ne urojmë të gjithë, po ende nuk janë mundësitë e buxhetit, ose me atë që është provuar, ti e them me të drejtë, u hap kjo rrugë, u hap ky shtek. Po kjo rritje për çfarë është? Është për arsyet e tua e dashur qeveri si ana zgjedhore, për të fituar pikë zgjedhore? Jo. Unë gjykoj se rritja përmes bonuseve do të jetë edhe këtë dhjetor. Do të jetë konstante. Mirë. Nëse çoli kemi një qytetar të parë në këtë linjë, mirëmbrëma, mirë se erdhën në studio. Po, cila është pyetja juaj? Ju lutem na ndiqni nëpërmjet telefonit sepse në televizor do na dëgjoni pak me vonesë. Po, cila është pyetja juaj?
Po, besoj tani jemi në rregull, pyetjen e lutem. Mos u tallin me pensionistët, kaq. Ne në fakt jemi duke diskutuar për këtë çështje. Nuk kuptoj pse thoni tallje, por mund të argumentosh pse e konsideron si tallje. Ne jemi në studio, po diskutojmë për dhënë informacione çka u nevojitet juve. Nëse keni pyetje, është dritare hapur. Ndërkohë ne nuk kemi shteti, jemi media dhe po vendosim një ekspert në dispozicion që t'ju japi përgjigje. Okej, ishte i paqartë zotëria, kështu që kemi edhe raste tjera, mirë po mirëpresim telefonata tjera sa i takon dhe problematikave konkrete që mund keni me pensionet. Zoti Çoli është në studio që mund i përgjigjet në mënyrë të lirshme, me që kemi rastit dhe mund të shfrytëzoni hapësirën televizive për të bërë pjesë. Për qytetarin, ai mund të ketë pak kënaqësitë e tij, janë më së të kuptueshme. Është vërtet shtresa më madhe e shoqërisë tonë, pasi ishte përndjekur politik ermal, dhe ka plotësisht të drejtë ta shfryjë dhe dufin e tij. Por të vetme gjë që mund t'i thoja zotërisë ishte që ato 64 milion euro që u shpërndan në dhjetorin e vitit kaluar, për pensionet e vogla në të kujtohet 20.000 lekë të reja, pra 200.000 lekë, për pensionet pak më të rritura 150.000, nuk ishin tallje. Ishin realisht një sprov për ndihmuar. Në këtë kuptim them që gjithçka mund të bëhet me pensionistët brenda kufive të sëmundurës. Gjëja më e mirë do të ishte që kjo rritje të jetë çdo muaj. Për momentin është e pamundur. Ama, meqense kemi këto, si thua, sinjale pozitive të rritjet të ardhurave ermal, gjykoj se kjo rritje duhet të jetë dinjitoze siç ishte ajo e dhjetorit, edhe për këtë dhjetor 2025. Ndërkohë, zoti Çoli, sa i takon dhe integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, nëse ne bëjmë një krahasim, sigurisht kjo i referohet edhe po themi ekonomistë të secilit shtet përkatës, por në ç'kuadër jemi, pra cilën janë dhe objektivat që mund të arrihen, pra çfarë kërkohet dhe në vjet e përgjithshme. Gjykoj se jemi në një rrugë të mirë për dy arsye shumë të thjeshta ermal. E para, të përmend ato 99.3 milion euro që kemi marrë nga Bashkimi Evropian. Mjafton të bësh një krahasim me vendet rreth nesh, të ngjashme me ne, që kanë marrë më pak para. Kjo s'do të thotë që ata kanë performuar më keq, por ama ne jemi në rrugën e drejtë. Qëndrojmë këtu se kemi telefonat tani. Përshëndetje, mirëmbrëma. Alo, mirëmbrëma. Po. Mirë, ndoshta ka rënë linja sa po të bëhet gati sërish. Të më konfirmojë në këtë çast e regjia nëse do ta kemi sërish qytetarin në linjë. E kemi. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po, cila është pyetja ju, lutem? Na ndiqni nëpërmjet telefonit. Kam 9 vit me kohën e kooperativës dhe jam 25 vjet me ndihmë ekonomike. Po? Uleni zërin e televizorit, po? Edhe një herë pyetjen? Kam 9 vjet me kooperativë dhe 25 vjet me ndihmë ekonomike. Po? Çfarë mund të bëhet, unë s'kam paguar tjerat, se s'kam pa mundësi me sa mund të përfitosh? Atëherë, keni pyetje apo ta ndikoj nëpërmjet ekranit? Jo, pyetje nuk kam, është më se kuptueshme pozicioni i zotërisë. Në radhë të parë ato 9 vite që i ka në kooperativë, edhe pse mund të mos i vërtetoj dot, sepse ndoshta kam institucione kooperative, ato kanë ikur prej kohësh. Dhe mund të mos e ketë mundësinë të japi një dokument pranë sigurimeve shoqërore. Ndërkohë zotëria mund ta ndjek nëpërmjet ekranit për sigurimeve shumë qartë, mjafton të paraqitet atje dhe të thotë që kam 9 vite në kooperativë, edhe pse nuk e vërteton dot, sepse janë shuar, nuk janë më këto institucione, që të lëshojnë vërtetimin që po, le të themi në vitin 1981 deri në vitin 1990, ke qenë pranë kooperativës filan. XY. Jo, sepse ligji i sotëm ta krijon këtë mundësi që në mënyrë aforfe që ta kuptoj zotëria dhe të gjithë qytetarët. Pra, pa që nevoja që të paraqesësh një dokument, edhe të përfundosh dyrëve të gjyqeve, qeveria të njeh që ti për një periudhë caktuar ke punuar atje, edhe pa e patur dokumentacionin. Dhe këtij zotëria i lindet drejta për ato 9 vite, po, me një koeficient që të marri një pension të pjesëshëm quhet, sepse 9 vite nuk plotësojnë dot pra modest, mund të themi. Kështu që qeveria, zotëria të jetë i qetë që për ato 9 vite mjafton të shkojë tek zyra më e afërt e sigurimeve shoqërore që mund ta ketë. Pra aty mund ta gjej zgjidhjen. Atje të thotë vetëm kaq, që nga viti filan deri në vitin nga X deri në vitin Y, nga 1970 deri në 1979 kanë punuar në filan kooperativë. Dhe menjëherë i lindet drejta e pensionit të pjesëshëm pra vite sa ka punuar atje, me një koeficient
aforfej që quhet, për të marrë një pension të pjesëshëm. Sa do të ullet paktën ta marrë, sepse zotria kishte edhe një, si thua, problematik tjetër. Ai ishte, si thua, në ndihmë ekonomike, pra ishte me të ardhurat shumë të pakta. Dyfish punojësit, ekspertët e institutit Ermal të sigurimit shoqëror duhet ta ndihmojnë atë dhe jam i bindur do ta ndihmojnë. Në rast se nuk do i gjen pastaj në çfarë do lloj momenti e ka numrin tim, unë do isha gjëja e parë që do bëja është do kontaktoja drejtorin e të sigurimit shoqëror për këtë zotëri, sepse është në ndihmë ekonomike dhe ai duhet ndihmuar i pari. Faleminderit. Ndërkohë kemi një tjetër telefonuese në këtë çast, ditë shqetësim, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po. Nga Saranda po ju flas. Nga? Edhe njëherë lutem, ndjes se nuk u dëgjom. Nga Saranda. Po, mirë se erdhët. Edhe njëherë problematika? Po. Problematika është kjo se ne nuk na dalin këto pensione me 121.000 lekë pension që marrun. Dalin këto. Nuk e di se flasin, kanë shumë vite që nga qeveria më pashme ande por nuk zgjidhet problemi pensionistëve duke shtuar ose duke dhënë 50.000 lekë në fund vitit për çështjet e festave. O të zgjidhet problemi, o të çojnë gjithë pensionistët në këmbë. Në këmbë jemi i vetmi shtet i fundit në Evropë për pensionet. Çfarë po bëjmë? Çfarë bën qeveria? Ne po i japim vota atij Edi Ramës, nuk flas më për Sali Berisha Kaiku që ndjall vej, po aman, të na japin pensionet. Nuk themi të japin 400 euro për të paktën ta bëjmë një herë. Ashtu siç duhet të marrin një pagë, të paktën të afrojnë diçka me tregun. Çojnë çmimet edhe asgjë për pensionistët. Të punosh 24 vjet punë që kam unë, kam dhënë taksat, edhe të marrësh 121.000 lekë, kjo është e papalshme, nuk e di. Nuk jeton gjithë bota kështu, në fundit gjithë bota po se arriti atë shumën që duhet, për shembull Amerika që $1.200, po nuk arriti atë shumë, e shteti amerikan është i detyruar të japi. Qartë. Çfarë nuk jep këtë gjithë pensionistëve? Çfarë na ka dhënë? Pse çojnë pensionistët në këmbë? Vendosi domino burrat e pendis në përlagje. Faleminderit zotëri për gjithë komunikimin që bëhet në këtë çast, e drejtë në fakt edhe kundërshtia juaj, jeni më se i mirëpritur. Ka të drejtë, zotëria ka shumë të drejtë. Përmendi edhe vitet e punës, 24 vite, duke parë sasinë e viteve, duket pak e çuditshme që pensioni ka rezultuar vetëm 144.000 lekë vjetra, pra 14.400. Nuk e di se si e ka patur situatën, nuk e se shprehu që shiko ma kanë për llogaritur gabim. Mund të jetë që një pjesë të mirë të viteve të punës e ende me 24 vite, dashur Ermal nuk ka pension të plot. Duhet kesh një sasi vitesh sot që flasin, diku aty ke 32-33 viteve që të kesh një pension të plot. Megjithatë, zotëria ka shumë të drejtë të jeti pak kënaqur me nivelin e pensionit. Hyn tek pensionet e ulta. Pra, neve kemi pensionin minimal, atë që quhet pensioni, domethënë i mbijetesës në qytet diku ke 100.000 lekë vjetër, pra 144 është pak a shumë në ato ujëra. Ka shumë të drejtë për t'i dhënë sa do pak shpresë është që unë besoj shumë si qytetar dhe ekonomist që në dhjetor, zotëria, ndoshta do t'a preki atë 200.000 lekë e vjetër që thamë që ishte rruga e nisur nga dhjetori i 2024. Urojmë edhe me ato që përmendëm që me ecurinë e treguesve të buxhetit të këtij viti, që është ecuri shumë e mirë, qeveria ta ribëj, të paktën me atë masë, domethënë masë dinjitoze, bonusin. Në gjykimin tim si ekonomist, bonusi është një rritje reale e pensionit, edhe pse mund të mos duket e tillë se nuk shpërndahet në 12 muaj, Ermal. Por ama, të marrësh 200.000 lekë, kur e ke pensionin 144, është folur nga njerë për pensionin 13. Ja ku i bie që këtë më shumë se sa pensioni 13 zotërisë. Prandaj, duhet ta shikojmë pak, domethënë jo me mirë kuptim, as pak, domethënë zotëria dhe gjithë zonjat e zotërit le ta shprehin dufin apo si thua padrejtësinë, sepse është reale kjo situatë. Trajtimi i pensionistëve gjatë gjithë këtyre viteve si ka ardhur, jo si thua tërmeti që na ndolli, jo pastaj pandemia me radhë, po të gjitha laki tre fishte quajmë ne ekonomistët, apo kriza e çmimeve me sulmin në 24 shkurt të 2022-shit të Putin mbi Ukrainën. Të gjitha këto Ermal kanë sjellë që ndoshta pensionet mund të ishin sot 20% më të larta. Sidomos pensionet e vogla.
Por tani ka ardhur dita, kjo qeveri, ky kryeministri që doli dhe në ndorë të vitit kaluar e bashkëbisedoi me pensionistët e ka premtuar. Pensioni minimal 100.000 nuk do të jetë, por shumë shpejt do jetë paktën 150.000. Që edhe zotëria mos e shohim më pensionin e vet në 144.000. Por në qoftë se pensioni minimal, një lloj si paga minimale normal, rritet ndjeshëm se 50% prap ndjeshëm është, edhe pse ende shumë i vogël, atëherë paktën zotëria të ka ketë 184. Në këtë kuptim unë them që ka shpresë që mund të bëhet në gjërat më mirë. Gjëja e parë që kërkohet nga kjo qeveri sot ta bëjë më mirë është bonusi i dhjetorit, sepse erdhi edhe më pak se sa 2 muaj në një dhjetor në ndajnë. Kështu që ideja është me këtë ecuri të mirë të ardhurave, qeveria ta tregojë veten e nisi rrugën ta vazhdojë. Mirë, nëse regjia më konfirmon tani do të kemi një tjetër telefonat, një tjetër qytetar, e përshëndesim në këtë çast, mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Po. Jeni në studio? Unë kisha, po, ka mundësi që të bëhet një shtesë pensioni njëre mirë se na të shmandën tër këto vite po ikin kot, se vetëm me një bonus për vit të ri nuk kalohet jeta, lutem. Pse për deputetet i zgjodhen dhe i gjetën lekët me vrap dhe për pensionistat nuk ka Ka lek? pyetje shumë interesante, zotëria, do ta shtroja në studio, ndoshta ju e shifni në kontekstin e ekspertit. Pse rritet për deputetët, ministrat dhe jo për pensionistat? Këta deputetët me vrap vajtë ne votuan me 120 deputet dhanë votë për vete e tyre. Nësa për popullin nuk mblidhen të diskutojnë. Në parlament nuk shtruan një projekt për programin e qeverisë. Nuk dëgjuam një llafe për pensionat. Kemë punu një jetë tërë, 37 vjetë, në 180.000 leka. Po që është kjo? Në atë ko 7.000 leka mirënja në kohën e Merumi dhe e kujtojmë atë e Enverozën akoma. Pse ta kujtojmë? 7.000 leka ishe i pari i lagjes. Falenderoj, zotëri. Në rregull, do ta dëgjoni përgjigjen e nëpërmjet ekranit. Falenderit shumë që ishit pjesë e studios. Ka shumë interesant. Zotëria ka shumë të drejtë, falenderojmë për këtë pyetje, sepse një nga aktet më të shëmtuara do ta quaja, që bën deputetët e kuvendit ishte rritja e menjëhershme dyfish e rrogës së tyre, sapo miratua piramida e re e rrogave në administratën publike. Nuk kishim se ta bënin, fare kollaj mund të prisnin për ta dyfishuar pagën e tyre derisa të urritej të gjithë kategorive të tjera të punëve në administratën tonë shtetërore. Nuk e bën, prandaj dhe i quaj akt të shëmtuar. Dhe qytetari që është pensionist dhe që thotë që unë që marr 180.000 lekë të vjetra, 188.000, çfarë duhet shoh me këta njerëz? E kanë edhe gurin dhe arën, edhe menjëherë votojnë, shkojnë me vrap edhe votojnë. Vetëm një deputet, madje ai ishte edhe nga opozita dhe e vlerësoi shumë momentin e tij, tha, unë nuk e votoj këtë punë. Pra nuk votoj dyfishimin e rrogës sime si deputet, që në fillim të nisjes së rritjes së rrogave të piramidës shtetërore. Kështu që qytetari ka shumë të drejtë. Ai akt realisht nuk ishte etik për një deputet të kuvendit tonë, të legjislaturës tonë. Megjithatë, çfarë bën ata e bën. Neve çfarë na takon me atë zotërim dhe me të gjithë. Shiko, nga njëre i quajnë si me të qeshur, ose partia e deputetëve. Është vërtet forcë e jashtëzakonshme, 721.000 veta. Ata ta kërkojnë me forcë rritje të ndjeshme të pensionit. Ka ardhur koha. E marrim dhe një tjetër shqetësim në këtë çast, mirëmbrëma. Alo. Po. Na dëgjoni për një telefoni ty lutem, uli zërin e televizorit. Alo. Po, jeni në studio, më thuaj. Mirëmbrëma herë. Mirëmbrëma. Kam një shqetësim. Po? Kam 43 vjetë punë. Po? Marrin pension 181.000 lekë. Plus 21.000 lekë me ka japi jo rritje shtes, drita, uje, para që mos ka që më duhet. A kupton? Po? Edhe marë bara me punë, unë kam qenë ekonomi sektori, me rogë në kohën e ati që thonë jo, vullhumni, në ashtë në vullhuman, a i të rojë me hi, sa të këtë jetën. Tani së rogët më, po. E për nuk rëma, se ashtu anisën ta. Me fjallon e jo, se tishtë në atë kohë, unë të ditë e pension, afrësisht rrëth 4.500 lekë, 4.500 lekë në atë kohë, ishe.
Kurse unë sot marrë thash 181.000 lekë me 43 vjetë punë. Kam po kërkesë disa herë edhe më thonë që ke dalë me ligjin I vjetër. Qa është ligji I vjetër? Mirë. Okej, e marrin përgjigjen. Tani të falenderoj për pyetjen që në përmjet televizorit. Zotria solli një realitet shumë prekës, do të thoja sinqerisht, të atyre 10 mira baballarëve dhe nënave tona pensionistë që kanë punuar pjesën e më të madhe të jetës. Zotria madje përmendi edhe 43 vjet, që nuk është pak, është një nga kontributet më të gjata në strukturat shtetërore, se besoj ka punuar sidomos në shtet në 20 apo 25 vitet e para të tij. Gjykoj se zotria ka dhe shumë të tjerë si ai, është viktime e asaj që duke qenë se pagat përpara vitit 1994 dhe ndoshta me siguri ai 20-25 vjet I ka patur atëherë, pas edhe 30, kanë qenë shumë të ulta si vlerë nominale në krahasim me tani normal, edhe koeficienti I kthimit të tyre në vlerë reale të sotme është ende I ulët. Ndoshta reforma e dytë që presim e pensioneve duhet ta arrisë ndjeshëm këtë koeficient. Pavarësisht se ata si pensionistë për shkak të moshës, për shkak të viteve që kalojnë, mund të edhe të mos jenë të shumtë sot. Por për ata është padrejtësi e madhe. Pse? Sepse para 94-s rrogat kanë qenë shumë të ulta. Dhe prandaj ka dalë dhe pensioni, edhe me 43 vite. E marrim një shqetësim. Ndjes, e marrim një shqetësim, ju kërkoj shumë ndjes, e di që keni shpjegim shumë të gjatë, por të ndihmojmë, me që e kemi rastin të ndihmojmë qytetarët që kanë shqetësimet e tyre. Pyetja juaj. Alo, përshëndetje. Po, mirëmbrëma. Përshëndetje. Jam një zonjë këtu nga Tirana, nga kombinati. Edhe mirë vetë nuk kam punu se 15 vjet punë kam po, se kam pas 2 herë fëmijë të vegjël, njëri mas tjetrit. Edhe s'kishte kush më rritë, po im shoq ka punu 20 ca vjet salator. Plus I humat vitet e punës, edhe me aq vite punë, me 19 vite punë që mori, I doli 97.000 lekë pension, 97.000 lekë vjetra. E dyta, I heri e kam të smun me reumatizëm, me artrit një fjalë, nuk është ndjenje 97.000 lekë, 99 që është bota tani. Sa I vlejnë ata lekë ati, sa I vlejnë ata? Faleminderit zonjë. Uroj t'jeni mirë me shëndet. Faleminderit që ndërryt. Po, e fundit. Po, as diskutohet në ratë prarë bashkëshortit të zonjës që është I shkreti edhe I sëmur, I urojmë si tua shëndet, edhe vetë zonjës ka shumë të drejtë në atë që duke qenë se ka patur pak vite, e përmendin 9 deri në 10 vjet, punë kuptohet që merr një pension të pjesshëm, dhe pensioni I pjesshëm është shumë I pakët. Ajo duhet se s'bën të adresohet ku? Ke ato organet që japin edhe ndihmë ekonomike për raste të tilla. Ka shumë mundësi që ta përfitoj. Mirë, faleminderit shumë zoti Çeçoli, kënaqësi të kisha në program. Faleminderit për ftesën. Besoj kemi marrë në ndihmë mirë qytetarëve në këtë rast. Faleminderit gjithë që na ndoqët në këtë pjesë të tretë edhe në të gjithë fakt programin Studio Live. Ky është gjithçka që kishim përgatitur edhe për ditën e sotme. Bashkë do të shihemi